Ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet mes rrënojave në Venezuelë, ndihma ndërkombëtare ka nisur të mbërrijë nga vende të ndryshme të botës. Dy tërmetet e fuqishme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 që goditën zonën rreth 160 km në perëndim të Caracasit, shkaktuan qindra viktima, dëmtuan mijëra ndërtesa dhe lanë pas tre një numër të madh banorësh. Vende si El Salvadori, Republika Dominikane, Panamaja, Kili dhe Meksika kanë dërguar ose kanë nisur përgatitjet për të dërguar ekipe shpëtimi, personel mjekësor dhe ndihma humanitare për zonat e prekura. Edhe Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar mbështetje për Venezuelën. Presidenti Donald Trump deklaroi se SBA është e gatshme, e aftë dhe e vendosur të ndihmojë, ndërsa administrata amerikane lehtësoi përkohësisht sanksionet për të mundësuar dërgimin e ndihmave humanitare. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio bëri të ditur se Washingtoni do të dërgojë ekipe shpëtimi, ndërsa Pentagoni do të ndihmojë me logjistikën dhe rikthimin në funksion të aeroportit të dëmtuar të Caracasit. Ndërkohë, shefi i ndihmës humanitare në OKB, Tom Fletcher, deklaroi se organizata po koordinon operacionet ndërkombëtare të shpëtimit dhe se situata kërkon një përpjekje masive kolektive. Sipas Kombeve të Bashkuara, edhe përpara tërmetit, rreth 8 milion venezuelas kishin nevojë për ndihmë humanitare. Katastrofa e fundit pritet të rëndojë edhe më tej krizën, ndërsa autoritetet dhe organizatat ndërkombëtare po përpiqen të sigurojnë ushqime, ujë, strehim dhe ndihmë mjekësore për të mbijetuarit.